të pranishëm rreth 2000 veta. Këtu Hysen Shala I afali gjakun e babes Ramadan Shales, ndërkaq Ismail Berisha nga fshati Konoshec I fali gjakun e djalit të tij 24 vjeçar Kajtaz Berishës. Është ky edhe një sukses I Këshillit të pajtimit të gjaqeve në Kosovë I prirë nga studentë të rinj dhe profesorë akademik të Universitetit të Prishtinës. Deri më tash u pajtuan rreth 40 familje. Dihet se iniciativa për pajtimin e gjaqeve ka pasur edhe më herët, por ato të shumtën ose janë keq trajtuar ose kanë përfunduar pa sukses. Hakmarrja me vrasësinë e saj, shpesh herë e bartur dhe e cytur nga të huajt, bënte jetën e saj në ndërdijen e popullit tanë. Sipas shënimeve të deri tashme, mbi 600 familje në Kosovë me rreth 19.000 banor jetojnë në burgun shtëpiak. Njëherit mbi 7.000 familje të tjera janë nga tresat e formave të ndryshme. Aksioni për pajtimin e gjaqeve padyshim është një hap I madh në radhë të parë drejt lirimit të njeriut ton nga kompleksi I krenarisë e burrërisë së ligë. Është pra grushti rënd fenomenit të hakmarrjes si një e keqe e cila shekuj me radhë tinëzisht u strehua në pragun e shtëpisë, në tokën e papunuar, në udhën e pasigurt për brezat që vinë. Është pra ky edhe një hap I madh drejt botës bashkohore. Nëse për asgjë tjetër, ky aksion meriton të përkrahet së paku në emër të humanitetit, të vlerës së pamatur të jetës së njeriut. Populli me të drejtë thot, trimesht ai që fal e jo ai që hakmirret. Что мы смогли выпить себе? Pazi, jedni levo, jedni desno, a ovi napred pravo. Pazi da ne upadnemo u klopku samo. Dragane, Ostani ovdje! Ajde, pritisni na... Pritisni onom tom... Dragane, ostavi ovdje nekoliko da... Ostani tu grupa, sedi kemičar! Ajde ti sa mnom, ajde ti sa mnom! Ajde ti sa mnom! Zemlja, čineli? da mi daš ti. Давай, стани tu, Draško. Stani tu, Draško. Stani. Ajde! Skokom ti Draško. Može odatle, može. Dođi ovdje, te čeka demokracija, dođi ovamo. Dođi ovamo, dođi. Vrati se! Vrati se! Vrati se!
Lio, nisu imali dole sastanak. Dajte, spremajte mi. Mnogo vena most da tebe. Hoće ga baciš. Neće ga baciš. To. Nešto ga ne... Nemoj. Nemoj pištolj ne vredi. Keke tamo će razbeći. Prve vadite jebeni. Ne mi je joca. Pazi mi gume mi čujem. Keke tamo pa će stavljamo mi posle ako treba. Masa toga. Drži. Još jedan zreci. Još jedan. A, taj je loš. Najsi. Demokracija za celu Jugoslaviju! Demokracija! Čekaj, nema još. Malo, starti. Ne. Ajde, još jedan. Pa dođite, demokratija se traži pred opštinu, bre! Ne znaju oni. Samo ci. Kasni ga treba šopa. Njega crpa. Povraća onaj beli, mantirac. Nešto da nešto sviđa. Muka mu nešto. Pa urlikao dosta. Nero?
Autobus po vika prej Podujevës në Smut. Po presim që ka... Mos po shkon atje autobusi. Jo, s'ka ka hinë edhe. Në rrugën, veç më se... Gjone rrugën, gjone rrugën. Gjone që rrugën, e. Veç kadal që porcioni e Pedroni, veç kadal. Veç kadal. Kadal shpijet. Gjeni herë kjo se ka drejtora për gjithë. Hamdi. Pranë klinikave të fakultetit të mjekësisë, së bashku me nxënësit, ishte edhe drejtori i qendrës së mesëm të Podujevës. Na përshkruani si ndodhi tërkë. Kjo ndodhi ashtu qysh nuk duhet me ndodh. Në orën 8:45, kjo çështje ndodhi që na tronditi të gjithë, të madh edhe të vogël, dhe intervenimi i shpejt i qytetarëve dhe të gjithë njerëzve punonjës të Podujevës bani që nxënës të arrijnë me kohë në fakultet mjekësisë. Kjo çështje është që 3 ditë tu ballafaqua Podujeva me këtë problem, edhe për këtë problem janë të hulumtue ekipet higjienike edhe tjera të cilat veç kem prit që sot do të na dhon kumtesën për rastet e 19-qit edhe të 20-qit. Ndërsa sot na lindi edhe më madhe për të cilën veç s'kem çka flasim tjetër peshim një vet. A ju keni qenë në shkollë aty, si ndodhe kja? Mundi të përshkruni çka vërejtet s'pari? Kush është shkaktar këte? Kush pe hudh këtë gaz? Shkaktari nuk dihet. Asi po ndodhe, si po paraqitet e nxënës, shtërngimi, vjellja, edhe maramendja, edhe alivanosja. Pra, kjo është simptom, por kush nuk dihet kush e ka qenë. Kjo sot ishte mama Sovika, i ka përfshi të gjithë nxënësit. Kjo sot mama Sovika është, por fatbarësisht të gjithë nxënësit nuk i ka përfshi. Nuk i ka përfshi të gjithë nxënësit, se në qendra shkollore në Podujevë ka ma tepër se 4500 nxënës, 2 qendra shkollore. Dërsa vetëm Gjure Gjakovici ka 2064 nxënës, e cila qendër po ballafaqohet që 3 ditë për këtë rast. Unë njoftum se kjo ndodhi edhe në shkollën fillore. Kjo ka ndodhur, si ju jam informuar, edhe në shkollën fillore, edhe këtu po shihet se ka edhe nxënës të moshës së tillë të shkollës fillore. Mirë, po sa është për masa aty nuk mund të them të di. Gjak je norë me dhomë nëse ka nevojë. Oj, me gjaku s'no jo një nojë. Me kjere po bina. Që ty ditë ka, që kjeni ja ka dhonë gjak që. Bez ka dalë. Kjo është po presedon. Po. Ha? Kthej. Jena në pak rrugën të nena, bire ti ne. Qikne. Tarik. Këmej. Ka dole. Këmej. Pranë klinikave të fakultetit mjekësisë prezantoi edhe sekretari i Këshillit për Liritë dhe Drejtat e Njeriut të Kosovës, profesor Dr. Zekaria Cana. Urnani shoku, profesor. Çfarë urdhë unë në këtë ditë që shënon një aktin më barbar në historinë e civilizimit. Kosova sot po jeton një dramë të madhe. Po Kosova, edhe ky popull do të ketë fuqi që ta mposhtë edhe këtë brutalitet, këtë terror shtetëror. Ne do ngrejmë prap ballin lartë e më lartë. E të tregojmë botës se që të nume, se ne dhunën e përballojmë me kënaqërinë tonë. Edhe kjo rënie e ynja do ta përballoj deri në fund. Unë me këtë rast, në emrin të Këshillit për Drejtat e Njeriut, e ngrej lart e më lart zërin e protestës kundër një akti kriminal, kundër një akti barbar që duhet ta dënoj gjithë bota e kulturume. Doli edhe një herë. Pa panik, mos fal. Po dalin faktet. Janë forcat e errta.
të cilat duan që nga Kosova të krijojnë një Liban, që të hapin zjarrin e një lufte civile. Tani edhe bota marë po e shef se ne nuk jemi as terrorist, as fundamentalist, po jemi pas ardhës të një populli që të qytetëruar, i cili nuk don kur gjë më tepër se të jetë i barabartë në liri dhe në demokraci. Por në këtë rast është cinizëm i madh për botën e kulturume, e cila sikur nuk tregohet sa duhet në nivelin, në lastësinë e detyrës. Ajo tani duhet të ngrej zërin e protestës në Kombet e Bashkuara, duhet të merr masat në frymën e një morali civilizues qytetërus, edhe duhet pranë kryesisë së Jugosllavisë edhe shtetit marrë të bëj atë që du të bëj. E ne do të vazhdojmë qëndresën tonë civilizuese me kënaqësi, me qëndrim të devotshëm, sepse çështja jonë është e drejtë, është humane, është e pastër si loti. Edhe me këtë rast, prapë do të krishtat. Lati! Më të e përshirë vjetë. Ju lumë! Shëpërsor! Nice.